Enç. Po ikim për Korçë te festa e birrës. Tu jemi sa kemi kalu Librazhdin. Edhe tani zbritëm për me ble në gjo, Engji, se kishte nevojë 2 minuta. Edhe tani do ikim për Korçë. Hajde. Arritëm në Korçë dhe jemi sapo lam gjërat e hoteli. Tani do ikim në këmbë te terminali autobusave se do ham Kërnacka. Plus që do shohim koncertin, që për këtë kemi ardhur, domethënë. Veshur me të gjata, sepse më kanë thënë që në Korçë është shumë ftohtë dhe shumë faleminderit. Ata çunat, po. Engji me skutra. Ata çunat që qethem unë, njëri nga ata është nga Korça dhe më tha që merr të gjata se është ftohtë. Kështu që faleminderit shumë. Të gjitha dyqanet çfarë po shikojmë deri tani që e kanë mbyllur. Shumë e çuditshme, se është edhe festa birrës, ka nisë që dje festa birrës. Është edhe nesër, më duket se ka javë që ka nisë. Shife dyqanet gjitha mbyll. Çfarë bëjnë këta? Punojnë këta ku janë njerëzit? Be lalk. Harrova lalkën. Makina pas ka. Po, shumë pak edhe makina. Erdhëm në Korçë për të hyrë te Waikiki. Ka Engji ftohtë, edhe i duhet blej diçka me gjata. Se si ka marrë masat. Unë mashkull i ka marrë masat, imagjinoni. Shumë e çuditshme sa zgjodhimin e meshkujt. Erdhëm dhe te terminali. Sot që ka Vesa Luma, Alban Skënderaj në pash, Trantafilo sot? Nuk e njoh. E njeh? Nëse sot është Trantafili, pas ka siguri, 3 polica aty, 2 këtu. Të hyrja mirë, 5 deri tani si janë keq, semafor ka, kamer ka, kështu që në rregull. Mezi pres ta buk. Shohim mirë, ja sa arritëm mos ta ndërpres videon. Ta shohim si është shtrimi i tavolinave. Po patenta, po me rashishi për kohën. Kam përshtypjen që do bjerë shi. Kam përshtypjen. Zona me rezervim. Po zona pa rezervim? Okej, zona me rezervim është kjo këtu. Kjo do t'jetë zona pa rezervim, kjo këtu. Ose është në këmbë. Nëse po fillojmë skena është këtu, ku do jetë Albani. Po fillojmë përgatitjet. Bira e dytë kjo për momentin. Besoj deri 6 do e çoj, se unë nuk jam në pianet. Enxo, sa bira do pish ti Enx? 2. Enxi ka pi deri tani 2 glënka. Po ndoshta i pi 2 gota birë. Sa vogël është kjo? 330 që do të jetë. Gjisht do shpirt po thyve ti. Hajde këtu kape. Iku, ka frikë me lujt. Kemi ardhur Jumbo se jemi herë të festivali. O Enx, kuklla për ty. Barbie. Ta bleni kështu? Ja. Baby. Ta bleni kështu ta kesh për provë herë në fillim? O ç'a gjeta.
Ka i Genxhi para dhe tani do ja marr fytyrën, do i flas si njerëzve. Ojenç, mos i merr ato Ojenç. Ojenç. Ase s'kemi lek, mos i merr ato. A dikim të ato që janë me ullje. Jo të ato të shtrejnë të ato Enç. Tani, Enç do paguaj, unë do bëj si kur si jam shqiptar. Hajde Enç, hajde paguaj. Hajde. Wait. You want anything else? No. Faleminderit. No, you take it. You can have it. It's a crocodile. Have a nice day. Jam të birra tret. Ja shikoni në atmosferë. S'ka lar njerëzit akoma, kemi gjeti tavolin këtu. Kjo është mirë Enç. Buka. Ja dhe skenën sa afër e kemi. Kjo është zona VIP, kështu që vetëm nëse më njofti njoni aty, tha, mirë Albania, çfarë punë tash unë? Mirë, hajde tha se të kam gjeti vend. Shkoj unë te VIP-at. Faleminderit. Më dha dhe 50 euro. Sa po dolëm nga restoranti, nga festivali, overall ishte okej, u vënu shumë Alban Skënderaj më ardhe, kemi prit ora është 1 tani, gati 1 pa i qerek, edhe po ikim tani, se edhe 2 këngë nga ngelur, po overall experience, gjërat shumë lirë, asnjë gjë me të futme, bravo Korça, po bravo Bashkia Korç, edhe jemi knaq. Overall jemi knaq. Shpirt? Vetëm po. E lakoj e pak. Do flas nesër. Do flasi nesër. Për sot natën e mirë, sepse po vdesim për gjumë. Mirëmëngjesi, sa po kemi ardhur me ngrënë mëngjesin. Mbaruam në fakt. Tani po pim janë 2 cappuccino të ftohta, sa më thon. Po shife sa bukur që ka këtu, mëngjesi korçar. Është ky grupi të lut letra. Atje brenda ushqejnë njerëzit. Edhe kjo pema mes lokalit shumë e bukur. Ishte 2400 vjeçare. Është shpirt. Flokët i kanë shumë bukur. Jo, nuk e ka. Kemi ndaluar te parku i Korçës. Dhe deri tani shumë bukur. Bravo Korça, nuk e dija që është ka qytet i këndshëm. Që nga dhe plot me njerëz, sot është diel. Po, sot është diel, kështu që patjetër që duhet të jetë me njerëz. Edhe ajo kafeneja aty. Rruga. Po që nga lezetshëm Korça. Paska më bukur se liçeni e Tiranës. Bravo Korça, plus. Jemi ullur të kjo kafja këtu me gjelbrim, kemi porositur akullore, nuk ishte vënde, ishte plot edhe jemi ullur të këto të vëndet e kamarierit. Tani kush vjen këtu, do t'i them mirë se erdhe ato. Ja t'i them këtë djali para. Mirë se erdhe. Në pashtër e si them o kujtë. Jemi përsëri të parku, ishim të ky lokali këtu. Një dhe treni. Ishim të ky lokali, shijuam një akullore. Tani po bëhemi gati për t'ikte makina, që të marrim rrugën për Drilon. Unë i them divjak, Enxhi do drilon. Unë e them po pra, unë e ngatroj ka stile, Enxhi jo e ngatron. Si bie pre e kurthit tim.
përgjigje muhabetin i thënë. Cappuccino. S'po i kuptoj çfarë thon. I se di ka. Ky është shadërvani i Korçës. Ka vajza pa masë. Dalin e shëtisin. Po nuk është shadërvani i Korçës, po është bulevardi. Arritëm në Drilon. Po shkojmë pak vetëm të shohim gjendjen e liçenit. Ky është liçeni Pogradecit për gjithë ju që nuk e dini, këtu lahen njerëz. Për momentin që ka zhull, po ndoshta me një vark, mund të lahesh shumë mirë. Ja, për shembull kemi një notues atje që pse shikoni. Aventurier mund të themi. Që ka gru? Është gruaja e huaj. Plazhi që ka llum, mund marrësh 3 lloj sëmundjesh, 2 prej të cilave ende nuk është gjendur kura. Andej është qyteti Pogradecit. Tani do ikim të ham një drek të mirë me pastiqe. Si duket si statuj, por është i vërtet. Kështu i thrisim fshat ne, i zgjasim dorën. Që e ka gjynaf. Se dia mund t'i afrohem. Qa ka? është i vërtet po merr frym. Për ju që se kuptoni. Hapi syrin. Se s'lëvizi herë, nuk është i lidhur as asgjë gjë. Shumë e çuditshme. Tu ka shumë njerëz, po uji i liçenit që nga për o zot i madh. Si ushqimi atje, o zot i madh. Por shumë bukur, shumë bukur. Driloni pas ka marrë një ndryshim për mirë. Se unë kam qenë para ndoshta 15 viteve. Tani pas kanë bërë rrugë, njerëz atje për shembull që janë ulur për piknik, nëse shikoni grupe lokale ka, tualete ka, shumë mirë. Mielma, pata, rosa, gjitha i kemi pati tani. Jemi ullur për trek. Buz liçenit. Po shijojmë të drekën. Restoranti është këtu. Unë kam bukën time të preferuar këtu me vaj ulliri. Se këto janë kohët e vjetra. Kjo është realiteti. Pak buksa për vete po këto. Këto gjona modeste. As 12.000 lek s'kan bo. Edhe ujtë të pelena. Tu jemi në Pogradec. Po kthehemi për Tiranë. Koha që e ka fresk. Pogradeci i ram nga qyteti tani se është rruga për lart për mirap. Jo nga qyteti, po na i ram Kastile për vlogun. Se me pa qytetin, sepse se kena pa në herë nga brenda. Po që nga këndshëm. Ja dhe arritëm Tiranë. Ky është fundi i udhëtimit 2 tetor i Korçës. Ky do jetë vlogu fundit, nuk do ketë më mas këtij, kështu që faleminderit që ishit një view si shkëlqyer. Do shihemi besoj tani ngusht, kështu që enç fjala fundit. Mirupafshim. Ju lodhe u shpirt. Paçi fat. Mirupafshim. Se ti pa mua Sensie, arrove ti të mua të je.